mendojnë që ka njerëz të mirë në politikë? Ka njerëz të mirë, kudo. Unë veç mendoj që ne po preokupohemi edhe po japim tepër shumë fokus veç të këqijave edhe lajmeve negative edhe të metave. Nëse unë nuk po thomë që mos me qenë fokusi edhe këtu, sepse ne nuk përmirësohemi si njerëz dhe si shoqëri nëse nuk diskutojmë për këto. Por mendoj që fokus duhet të ketë po ashtu rol modeli i mirë, në cilën do institucion ose fush ose tem, edhe ato me qenë rol modeli inspiruese për fëmijët, për të rinjt, për neve, edhe krijojnë mundësi për me folë edhe për punë, jo veç për të meta dhe për dështime, por edhe për punë. E unë mendoj që kjo anë po mungon. Nëse kemi mundësi pak me ushqy edhe këtë pjesë, me bu ma prezente, se kush ka bu një punë të mirë lagje, kush e ka bu një album të mirë, kush e ka bu një vendim të mirë në politikë, një projekt të mirë, mendoj që mandej shoqënia edhe fillan edhe vetë zgjedh qatë modusin se qysh dënë me operua. Dënë me marrë veç me negativen, edhe veç me të keqen, edhe veç me tendencën për me fy dikan, edhe me ull dikan, edhe me dëmtu dikan, apo dëshirojmë me prum pa të mira. Shikoni, kjo njës prej vëzhlis. Se cili fëmi është qenje në vete edhe as fëmit së mund është mi eduku njësoj, sepse nuk janë natyrat e njëjta. Nuk janë, tut janë, po të janë natyrat njëjta. Dhe ti duhesh ndryshe me pas komunikimin varësisht prej karakterit të fëmijut. Njëjtë është edhe si të rritun. Vetëm a mendojnë që njerëz të cilët janë pjesë e politikës janë shumë të kufizuar, sidomos kur dalin në media. Nuk e di. Friksohen ta kalojnë atë kornizën e vet. Sado që ti je e hapur me fol për tema të ndryshme, ata gjithmonë janë shumë të kufizuar. Ndoshta publiku nuk i njeh me të vërtetë se kush janë. Tash edhe kjo është një farë fike me dy teha. Sepse tash unë jam rritë për shembull me media, për mu kjo është habitat normal i jemi. Bile ma shumë kom stres në kuvend kur folje marrë letrën, këtu për vis kom nevojë. As për pyetje me ditë, as për letra. Por është çështje përgjithësie. Për në anën tjetër, mandej ke njerëz të cilët janë futur politikë shumë herët. Edhe këtë përgjithësinë politike e kanë të ndërtu me komplet në dimenzion tjetër. Për shembull, unë sot që jam politik, flas për politikë, po gjithmonë flas më shumë në idenë e një personi publik, flas për publikën në tona ngjyrat, nuk flas veç në spektrin veç Partia Demokratike si është, flas edhe unë si është, ose kom qenë akter konsistent në procese të publikës edhe pa qenë në parti politike. Por kjo as nuk më bën mu njeri ma të përkrym, as nuk i bën ata tjertë ma të përkrym. Njerëzit i kanë habitatet e veta ku njën ma lirshëm edhe ku veprojnë ma lirshëm. Dikush është ma lirshëm në media, dikush është ma lirshëm të institucioni, dikush është ma lirshëm me protestu, me demonstru në rrugë, e fare pak e... Po e gjë vetën te? Unë e ngërejt, bre. Sa do që po me mundohem i japë drejtim, nuk po mundë. Po se jam kështu, kanë gjonë, nuk jam kështu. Se di, në më thonë... Ku të flasë zarmra e lisë? Në krejt këto, unë mundona me gjithë që atë filizin që aty, dikush kur jam kuda, edhe në masën matë madhe, më vrenë. Sepse e bëjmë mënyrën time, edhe qatë protest, edhe punën që e bëjmë kuvend. Mundona me jep, jo veç kontributin tim teknik, se jam aty. Por, mënyra se si flasë, mënyra se si qasim një problemit saktum, mënyra se si punaj, çka reprezentoj, për çka qëndroj, cilat janë temat dhe grupet e interesit me cilat unë punoj, ato janë të vërteta. Nuk janë se janë teme ditës. Unë besoj që drejtat njerëzore duhet më respektu më plotni, jo veç pse kemi kushtetutën e tillë, njëjtë kom menu edhe si fëmijë. Unë besoj që grupeve minoritare në Kosovë ne duhet me ju kriju ma shumë mundësi, sepse ne kemi qenë të trajtuar si minoritar në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe duhet me ju dhënë mundësi që ata mundit barabartë në institucionet Kosovës e në jetën publike në Kosovë. Unë besoj që gratë janë kapital fantastik për me quvenin për para. Dhe refuzoj me mendu që hala edhe në politike dhe në shumë institucione shpesh shihen si dekor ose si dikush për me qenë pjesë e tryezës, po jo gjithmonë si dikush që është potencial edhe përmbajtje për me dhonë ma shumë. Veç aty ku ja kanë dhonë besimin, në njëherë edhe rasisht, sa për misit, veç këshoni që kanë bu gratë. Seriozisht, po thomë. Pra ndaj, në qëtë rrugë tim, mendoj që ma e mira e mundshme është me gjetë zonin edhe tonin, pa qenë zoj tjerve. Cili është zoni jëtë i vërtet, që njerëzit mandej e besojnë që atë zonë me qenë edhe zoj të ne.